nuk ikën. Thua dikujt gjithë spitalet që janë bërë gardh atje. Ik baba lër vajzën, ik ky lër atë. Universitetet po ashtu. Pra këtu janë krijuar si tip rrafësh masonerik, ku lën pasardhësit dhe benjaminët e tyre nga mbrapa, dhe gjërat kontrollohen nga tjetra duar. Dhe njerëzit të rinj, kur e shohin se si funksionon për shembull tek shkolla, dhe këtu nuk dua të paraqitoj se unë jam nga një familje mësuese, unë në familjen time kam ja 10 apo 12 mësues, janë gjithë mësues, por në momentin që mua do më trajtonte ndryshe xhaxha im kur ishte drejtor shkolle, kur isha unë në 8 vjeçare me dikë tjetër, ai dikush tjetër do bënte diçka që do të, e kupton? Atëherë nuk e vuanim këtë lloj kompleksi. Sepse atëherë nuk kishim ku të themi ose ku të dukeshim dhe ku t'i tregonim botës që Ky jam unë, pra këtë kam këtë veshje, këtë gjë. Tani sot po t'isha unë sot që të kisha xhaxhain, t'isha ajo shkolla. Ky do ishe i parë shkollës. Po, ishe i parë. Patjetër, unë lidh orën e mësimit dhe nxjerrja live, nuk kam hyrë në mësim sot se xhaxhai, e kupton? Pra, i gjithë sistemi është i kallëzuar në këndvështrimin tim dhe ka nevojë për një reflektim të thellë, për ndërhyrje ligjore, për mesazhe sensibilizuese, për kontroll, për ndërhyrje të dhimbshmëre. Pra, që thuar sot në 15 vjeçari nuk do hapësh më atë në Instagram, atë TikTok. Okej, kjo është ndërhyrja e dhimbshme që thua ti. Për këtë e kishe fjalën. Patjetër, po e kanë bërë vende që janë Australia ishte më e fundit që nga data 1 dhjetor, pra për një javë nis zbatimi. Bravo. Pra vende super të zhvilluara që po ta shqetësohet politika dhe thotë po shkojmë drejt diktature, e kupton? Nuk po flasim për diktaturë fare. Kalamajt gjerë në 16 vjeç, gjesa të kalojnë atë moshën që duhet, nuk duhet kenë rrjete sociale. Pastaj, aksesi në rrjete sociale dhe përmbajtja duhet të jetë e kufizuar. Edhe ajo. Siç na del neve her pas here, kur për shembull Euronews Albania apo unë hedh një video që është sensitive. Po dele shkruar aty, po. Bravo, e themi që fillim. Pra duhen vendosur rregulla për mediat pastaj, për secilin segment të shoqërisë që ndikon në organizimin shoqëror të këtij vendi. Jemi në globalizëm, nuk do e zgjidhim dot plotësisht, por të ndjekim modele të mira, siç ndjek Europa apo edhe Kina qoftë. Sepse miku që bëri pyetjen po vjen na ndjek dhe thotë pra nuk do bëhet kurrë me këtë që thotë Flogerti. Kjo do thotë që nuk ka zgjidhje. Është shumë e vështirë. Ta thash, nuk do bëhet kurrë, por mund të përmirësohet. Pra, nëse hapet një debat, fjala vjen, ky debati, kjo që po bëjmë ne sot. Po, kjo është shërben, po. Ne do flisnim për Saliu dhe për Ramën. Po. Ata ka 3 vjet që thonë njëta gjëra, bëjnë njëta gjëra. Edhe ne do kishim 7-8 vjet që thonë njëta gjëra dhe bëjnë njëta gjëra me ta, edhe ata vazhdojnë aty. Tani, këto ngjarje, fatkeqe. Unë uroj që jo gjitha të urojnë që i miturit të shpëtojnë, por gjënda ti shërën ka goditjen e ka plagën në zemër, afër zemërt. Jo se të meshme, por këto momente në dark, në emisionet e dark, duhet të jenë temë debati. Po të mos jenë tema politike, të jenë tema sociale, të jenë tema psikologjike, të jenë profesionistë të fushës që flasin për shëndetin mendor, për rritjet, për masat. Ka profesionistë që vënd sa të duash, ka plot, ta thash, se një e kam unë shtëpi. Po, patjetër. Dhe mund ta themi me drejtë që është nga profesionistët më të mirë, ajo se është bashkëshorte jote, por se më ka ndihmuar edhe mua me të afërt mi, kështu që e them edhe në vetë parë këtë gjë. Jo, të falenderoj, por e kam këtu. Ore, merrni njerëzit e fushës në studio. Po. Ishte natë një studio tjetër, kishim për të folur për një libër që nuk e di e kam këtu, po e kam këtu. Okej. Brezi Janksi. Po, e sjell nga po. Nga motive pege se kam pasur, po, edhe unë në studio, po. Bestseller. Unë tash një buton Arian Çanit atna që vlla, nuk jam unë për këtë temë. Është një psikologe, është një logopede, është një tjetër që. Pra, për këto tema, për këto ngjarje, sonte ndar, prime time duhet të jenë këto profesionistë që të flasin që e para të edukojnë dhe të sensibilizojnë familjet. Dhe mandej të bëjnë familjet të kuptojnë se sa të nevojshme janë disa ndërhyrje
ligjore, disa kufizime për fëmijët e tyre, e kështu me radhë. Dhe vetëm në bashkëpunim me familjen. Floger, ta bëj pyetje për det, është jo ka rënë, por a janë shëmbur themelet e institucionit familjes në Shqipëri? Sa e dhimbshme është ta thuash pothuajse po ti. Pothuajse po sepse dëgjoj, ka faktor, unë dal në punë që në mëngjes, kjera vjen, ti po ashtu. Dhe për arsye të punës ja falim shpirtin shejtanit si shkot populli dhe lëm bazdore fëmijët. Okej, lëm çerdhe, pastaj i lëm me dado, pastaj si shohim dhe jashtë fare shumë radh dhe sa më pak vëmendje ndaj tyre. Se ti për shembull e merr djalin e madh me vete në çdo ndeshje të Partizanit. Po. Dhe kjo është një traditë e bukur që tregon të kundërtën e shturjes familjes. Tregon vlera që ti jep për sportin e vërtetë. Por shumica e shoqërisë dhe nga pamundësia, që nuk duhet paraqytet njerëz, nuk kanë faj. Janë lë punë nga mëngjesi në darkë. Fëmia rritet me kalamajt e lagjës atje. Edhe ata tjerë i kanë atje janë prindrit e përpunëra. Kapin telefonin, shohin ç'a bën filani nga burgu. Po pra këtë doja të thoja, Floger, të rini me fëmijët e lagjes duke luajtur, do ishte gjëja më e bukur në botë. Ti lini aty si shte vetë me balte, me karroca, por mblidhen gjithë bashkë, edhe luajnë të gjithë një lojë online, kupton? Exakt, por po kalojmë edhe ne, edhe prindrit, po kalojnë shumë më pak kohë me fëmijët, sepse jeta është bërë shumë më vështirë për të përballuar. Dhe duhen bërë 2 punë, duhet bërë 3 punë, fëmia nuk shihet fare, për atë fëmijë punohet, nuk i vihet faji prindit, po në finale, teksa ke investuar me para, me letra, me vlerë që fëmijën ta çosh në shkollë, në fakt, duke mos